Partia opozitare LSDM po përballet me një sfidë të re brenda radhave të saj. Përderisa partia synon të konsolidojë opozitën, një grup ish funksionarësh së bashku me deputetën Slavianka Petrovska kanë dalë me një platformë politike të re, të quajtur Biseda për të ardhmen në 12:05. Kumtuan se platforma është për ngritjen e nivelit të debatit shoqëror. Ora 12:05 sipas tyre është një mesazh simbolik se tashmë është vonë, por nuk guxohet të lejohet që të bëhet tepër vonë për Maqedoninë. Tre nga përfundimet që arritën pas mbledhjes janë: Të gjitha hulumtimet e opinionit publik tregojnë se skena politike maqedonase ofron në njëra anë një parti dhe koalicion të fortë qeverisës, ndërsa në anën tjetër një opozitë të fragmentuar me qëllim. Hapësira opozitare nuk plotësohet me parti të reja, por me një revolucion apo evolucion ideologjik dhe të vlerave. Maqedonisi nevojitet një marrëveshje e re shoqërore si bazë për krijimin e një potenciali të gjerë opozitar për ndryshime. Këtë lëvizje të re, partia LSDM ka cilësuar si një pikpyetje të kryeministrit Mickovski për të krijuar një opozitë të kontrolluar, duke pretenduar se nisma synon të dobësoj partinë përmes ish-antarëve të saj dhe se votuesit nuk do të mashtrohen. Së pari, nuk dihet se kush qëndron pas saj, nuk ka emër të organizatorit, nuk ka transparencë dhe gjithçka zhvillohet sipas rregullave të Chatham House. Kur shihet se çfarë ndodhi në takimin e parë, bëhet e qartë se, edhe pse u fol për bashkimin e opozitës, pika dhe përfundimi i parë i takimit ishte sulmi ndaj LSDM-s. Mickovski e paralajmëroi këtë platformë që në fund të vitit të kaluar. Promovuesit e parë ishin Jovan Despotovski dhe Petre Shilegov, si një verzion i ri i Znam 2.0. Meqense nuk arriti të rrëzojë LSDM nga brenda, tani po i bashkon ish-antarët e saj për ta sulmuar nga jashtë. Pas kësaj, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe në Facebook njoftoi se do ta nominojë Goran Gerasimovskin për nënkryetar të partisë. Ai vlerësoi se Gerasimovski ka fituar besimin e qytetarëve me punën e tij si kryetari i Komunës Qendër dhe se mandati i dytë është dëshmi e rezultateve të arritura. Sipas Filipçes, ai do të sjellë energji të re, do të ndihmojë në bashkimin e partisë dhe në forcimin e LSDM-s. Kujtojmë se LSDM në Kongresin e 32 programor Shteti Yt Shansi Yt miratoi një platformë të re ideologjike, duke paralajmëruar reforma për riorganizimin e partisë, forcimin e profilit social-demokrat dhe një angazhim më të madh për integrimin evropian, si pjesë e strategjisë së saj për të rikthyer si alternativë qeverisë së saj.